nga qu edhe tani të bëna gati për të shku në Vatikan. Një hani është të dzej në pizzën që në të praj dje për me hangër për momentin, është diku një të mërë pa mejet. Unë kam vesh për jetin fustan që kam pas dje, sepse kombinimi që kam bë për me marrë në Rom, mora pantalona edhe gjaket, nuk më pëlqen, nuk më flek shumë zemër, dhe thjesht I kam bajt kot. Si që I kam bajt, do I qoj edhe I herë në shtëpi, but who cares, në fundit si kam marrë për qef edhe më pëlqynen, por që s'do vishen. Dhe tani do shkojmë në Vatikan, do hajmë, dhe pastaj do nisën për Vatikan. Shkojmë me autobus prej këtu atje me sa poshun edhe sigurisht do të kena me prej të rrahat për në Vatikan. Evdin, një hanë se vidhës bunları. Jo, kahve ve pizza. Jo. Hoqqa pami pas këna gjetë. Jena tek 62 edhe sinqerisht ka njerëz zakonisht shumë njerëz. Dhe tash mu paksu, por deri tash ishte shumë njerëz, zakonisht shumë njerëz. Evet, ay evet çok güzel. Prossima fermata, Lungote. Dhe zbritëm në Vatikan. Është shumë cute të shofësh live. Ne shikojmë në televizor, por ta shikosh live është një ndjesi komplet tjetër. Dhe kur je rrit me njerëz katolik, I ki pas miq, ki qenë shumë afër fesë së krishterë, papës, po I them kështu, I ke pa, apo I ki ndjek edhe festa si që ndjekim në Shkodër, është një ndjenjë shumë cute. Më pëlqen. Ay çok güzel. İçim bu. Edhe një hani për na tregon tani se cili skulptor dhe artist e ka projektu, më duket se ishte Bernini, se më duket pak më përpara tha se ishte Bernini, tani të shohim. Galiba Bernini söyledi sen daha önce, o yüzden. Bernini söyledin sanki. Evet, Bernini. Şimdi Bernini abimiz është një ndjenjë shumë e veçantë të shikosh prej afër për zotë. Për mu të shikosh edhe këto orate që ne I kena punu është shumë si këto ne kena punu plot. Dhe jena pagu diku 20.000 lek për 144 copë, maksimum so 12.000 lek, dhe kështë me €1 një. Por, normalisht më duket ato në Shqipëri hala vazhdojnë të punojnë, nuk e dia a është myu si kompani. Ka ka një indicje për me fillu me bëjë gjëra kreative, me punu me ato rrugët që ne na të pronin për shembull. Shkunoj sa shumë njerëz ka, karabinieri. Dhe po hymë në rrallë. Është një rrallë e pa punë. Okej, jenë Vatikan dhe pridhë me kanë ka shumë rrallë, por po dim me gjetë fundin e rrallës. Është jashtëzakonisht shumë e madhe. Galiba orada bitiyor ya. İnşallah. Dhe rralla nuk mbaron, vazhdon atje. Kishte edhe karabinieri që nuk lanë njerëz me hi në rrallë taman, nuk marrin shkakes në kohë për 500 gjëra në një moment. Dhe ne hime pak kështu me të vjallën. Ama ka jashtëzakonisht shumë rrallë. Rralla vazhdon. E kalum rrallën e parë me sukses, por ka një super rrallë për të hyrë brenda në Vatikan. Me që është falas dhe besoj nga që është falas ka shumë njerëz.
Nuk di, mund të ketë me mira sot. Ay çok güzel yürüyor. Baksana. Evet, yani şey ilerliyor. Olmak. Havalimanında sırada gerçekten 3 dakika sabit durduğumuzu hatırlıyorum. 5 dakika sabit durduğumuzu. Evet ilerliyor bu sıra çok güzel. O yüzden. Hani të paktën kjo rralla nuk është e ngadalë dhe ecë. Anında güzel olacak. Hallettik, iyiyiz. Burada mıydı? Evet şu an videoda çekiyorum. Bana kırmızı çok yakışıyor. Evet. Benim de kahverengi çok yakışıyor. Bir zamanlar gerizekalının teki sen esmersin sana kırmızı yakışmaz demişti. Kim ya? Söyledim adına. Söylemeyeceksin burada değil mi? Yok, Biliyoruz. söyleyeceğim de videoda söyleyeyim. Çok tatlı bir yer. Bizim burada bir laf vardı. Esmer'e kırmızı yakışmaz sana da yakışmıyor. Evet. Biliyor mu? Senin fotoğrafını çekiyorum şu an ve videosunu çekiyorum. Bulursan beni yaz. Po hym në Vatikan. Po hym në Vatikan dhe kjo dera që shikoni këtu me shumë njerëz është dera e shenjtë që ishte hapur pas 25 viteve nga Papa Francesco. Kjo është kisha më e bukur që kam pa dhe normalisht s'ka se me kanë që është Vatikani. Sinqerisht është më e bukur. Nuk kam pa kish më të bukur me kaq shumë detaje apo kaq shumë vepra arte. Është një mrekulli. Nuk ke fjalë për ta përshkruar, t'ju them drejtën. Nuk duket asgjë çfarë është live, sepse këtu kamera ndoshta është e mirë. Wow, shikoni pak altarin. Evet, yürüyor. Altari shumë e bukur. Por edhe pjesa e hollit mbrapa. Nuk e dija ju kanë edhe ju, por të vesh në Vatikan dhe të surprizosh nga bukuria e kishës. Kjo mund të ndodhin vetëm mu, ose besoj se është një ndjenjë shumë e bukur kur shet një vepër art si kjo dhe sinqerisht është shumë e bukur. Njeriu do ta vijë një herë në jetë pak në Vatikan të shikoj. Jam për herë të parë në një mesh. Po ja, jam në Vatikan të ndjekur meshin time të parë. Kam qenë kur një mesh dhe duket shumë cute të përjetosh për një herë të parë për kulturë dhe kaq. Mos mendoni se po bëhet diçka gabim. Është shumë i bukur në çdo cep të tij. Jashtëzakonisht i bukur. Shkon edhe pak nga jashtë sa bukur duket. Është fantastik. Sinqerisht. Shkoj pak. Në çdo cep është më e bukur. Prapa me aty ndodhen dhe gjithë emrat e papave. Këtu praktikisht. Shikoni pak. Mesha hala vazhdon by the way.
Por ne nuk e ndoqëm komplet, sepse nuk dëgjohet pa pothuajse hiç. Besoj duket edhe në video që është super gjigant, duket shumë. Po dalim, por është një nga eksperiencat më të bukura që unë kam përjetu dhe sinqerisht ja vlen të vitosh një herë. Vatikanin dhe Kishën është vepra më e bukur e artit që besoj të krishterët kanë. Dhe pam edhe meshën dhe sinqerisht ishte një eksperiencë cute. Nuk isha pa një herë meshë kështu live, por ishte një ndjesi shumë cute. Mirupafshim Kisha San Pietro, që ishte një mrekulli. Okej, kalani një përshtypje shumë të mirë dhe sinqerisht ja vlen për të bërë më shumë se një herë. Se kur del robi, thjesht një ndjenjë të mirë, kaq. Normal që ne ne besojmë gjëra të tjera, por ajo ndjesia që ne në arrit me të krishterë të bën që të kesh një ndjesi të mirë dhe për besimin e krishterë dhe për çdo gjë që ato besojnë dhe ai respekti për fenë e krishterë është shumë i madh dhe e ndjen akoma më shumë këto. Videodayım. Jam ur të përballë bazilikës dhe po shijoj pamjen për zonën shumë paqëdhënëse. Gjëja më e çuditshme është se sapo kalon atë rrethimin aty ti nuk je më në Vatikan dhe tani je në Rom për shembull, je në Itali, je në Vatikan. Por është cute. Është një vend shumë cute që të jetë një qetësi. Është vend i qetë. Po ashtu se ne nuk i përkasim këtij besimit, është i qetë. Dhe para ditë duket shumë. Ka shumë pulbardha. Tu jem futi dhe vizitës në Vatikan për sot paktën. Kendi önünde seni durdurabilecek tek şey farklı planlar oluşuyor. Belge Her insanın kendine göre durdukları şeyleri var. Palestin var, yanında da lezbiyen. Onu almıyoruz Nihan asla. Tam onu kaptım ben. Buranın üstündeydi. Hadi kuş bir daha gel. Ay çok güzel. Hava çok güzel Roma'da. Evet. Çok güzel ama. Harika. Bence de çok güzel. Evet. Erdhëm përsëri në Piazza Novana dhe është shumë cute edhe për ta parë gjatë ditës. Ay bunlara bayıldım. Çok. Evet. Ağacımın altında koyacağım. Biz burayı gezmiştik değil mi? Evet. Ay Nihan çok güzel. Kim? Videodasın. Biraz hareket et sonra fotoğraf. Arseni bak. İçerideki masasının altında Şey olmaz, oradan da ya. Makaronat janë shumë të mira. Duken se janë freskëta dhe bëhen shumë mirë. Nihani ka marrë me domate. Ay güzel. Bence biraz daha ekşi. O ekşiliğe gerek yok. Ama parmesan da zaten ekşi.
rune këtë spageto në Rom, si vënd, sepse kishte makarona yll dhe që më ishin normale. 8 euro bëte një racion. Normal bir makarna mıydı dedin? Yok. Fiyat olarak normal. 8 euro bir tane porsiyon ve harika iş. Harika bir yer. O yüzden size kaydedin bu yeri. Video çekiyorum. Nerede ki? Şurada bir yerde. Yahya çok seviyor onların yemeği. Onları almadın mı sen o gün? Me pa ditën kanë nga shumë cute me këtë shtërvanin këtu. Pastaj kjo pjesa e kishës, hymë edhe në kish. San Agnesa, më su gaboshe ishte dhe kishë shumë e bukur. Por me sa kuptoj, për sot e kam mbush dozën e kishave. Ne diyorum biliyor musun Nihal? Bugünlük kilisenin dozunu doldurduk. Dhe thash kot se do mjaftoj për sot kishet, por u kthem përsëri tek kisha që shikon tavanin nga jo pasqyra, që paguaj 1 euro dhe është kjo këtu. Ka një rrallë papame. Erdhën të kisha gabume, që po kthemi se nuk është kisha Ignacio i galiba. Nuk është kisha Ignacio, kështu që kalojmë te kisha që është me 1 euro. Zamanla yollamış bir tapınak burası. Monero. Video. Besoj e kuptuat nga dërshishe që thotë që ky Panteoni ishte një vend ku ishte ndërtu për gjithë perëndit dhe kishte vetëm një vrim ku hynte drita dhe ishte mund kopol, pastaj këto tjerat nuk ishin, pra nuk ka drita, nuk ka dritare, s'ka vetëm një dritë në kupol dhe po pat, me vëmë duket pak. Po e pat mirë, duket atje që ka vetëm shumë pak dritë. Më duket se erdhën të kisha. Ta bëjmë një foto të bukur se edhe që kam banë nuk kanë dalë shumë bukura. Rritë më ufit telefoni, por kisha është kështu dhe është super e bukur. Dhe të presim rrallë, ka goxha rrallë në momentin deri atje për të bërë foton dhe videon virale të kësaj kishe. Këtu shesin edhe kartolina, libra të religionit. Burada yok kendi. Ben çıkıyorum. Olsun çek. Yok işte çıkıyor muyum ona göre poz vereceğim. Ve iki. Jemi tek pompi dhe do marrim tiramisu. Karamel alacağım yine. Ama No. yeah, could you put No. oh, flip. No. Okay, yes. Una corte di bosco, per favore. Frutto di bosco, il frutto dell'amore. Sì. Che? L'Italia ha todo amore. Todo amore. Sì. La pizza mafia. Sì. Di amore.
ما في Sicilya يعني تعرف. Tamam. Gel. Ben tüm sayısını da çok seviyorum, bunu da çok seviyorum. Bunun Alkol yok değil mi? bunun kreması daha böyle İtalyanlar yapıyor ya. Böyle. Ben her şeyin karamellisini sevdiğim için bunun da karamellisini aldım. Ama bu Arsenal'ınkinin konuşamam. Arsenal'ınkinden yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Tabii ki de. Të dyja është shumë të mira. Domethënë, por kjo jam jashtë pak më e thjeshtë dhe mund të ishte më shumë praktikisht. E një hëndes pak më amël, sepse është me benimki daha ekşi, o yüzden de ben de daha çok seviyorum. Nihangi daha tatlı, ben çok fazla, yani çok şekerli olduğunu. Bu biraz daha ekşi, şu an bana iyi geldi. Shumë e mirë, fantastike. Kjo një hëndes pak më amël, sepse është me karamel, kurse jemi është me fute puj dhe është më... Mesela Nihan'ınkinde normalde fındık yoktu. Rica etti, yalvardı, verdiler. Evet, Nihan nuk ishte arra dhe letheja aty dhe Nihani i kërkoj, ndërsa te unë kishë, në mëse kështë porosita dhe sa jallane pasi jullët. Bu arada içinde alkol olsa anlardık. E ajo natë në Rom do mbetet gjatë në kujtesën time si nga momentet më të bukura të atij udhëtimit. Evet, şanta. 1 euro. Oha. Şu mantarlıdan ve bundan aldım. 1750.